Sa herë që ne tregojmë histori paranormale këtu në kanalin tim, unë ju them gjithmonë që mos i merrni shumë seriozisht, nuk dihet nëse janë vërteta apo ndoshta e fantazia e dikujt ose ndoshta diçka që deri para disa vitesh nuk shpjegohet dot me shkencë. Kjo sepse shpesh herë këto gojdona, këto histori janë thënë nga një person ose janë dëgjuar vetëm në një vend. E megjithatë kjo historia e sotme nuk është dëgjuar vetëm në një vend. Është ndoshta në parat histori që në gjithë Shqipërinë është folur për të dhe njerëz nga gjithë trojet shqiptare betohen që raste të tilla i kanë pasur edhe në familje. Dhe nëse deri më sot ishte diçka që diskutohej si teori konspirative, mbas deklaratës së një personi të famshëm, fenomeni i fëmijëve dragua ka pushtuar mediat. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteryland. Emri më Shtiri dhe ne këtu tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Njerëz të paskrupullt ka kudo. Njerëz që kanë gënjur për vëmendje, kanë thënë edhe se janë të smur për vëmendje. Ka njerëz që vërtet do arrinin të bënin gjëra jo të mira për vëmendje. Për këtë gjë u akuzua Daniela Shima, një vajzë e cila mori pjesë tek reality show Ferma VIP këtë vit, për shkak të një deklarate shumë personale që kishte të bënte me familjen e saj dhe që ngriti pesh Shqipërinë. Një pjesë e njerëzve mbështesin dhe thonë që janë të bindur që kjo vajza nuk po gënjen. Pse këta njerëz kanë pasur raste të tilla ose janë të bindur që kanë pasur raste të tilla në familje, ndërkohë është sigurisht një pjesë tjetër që thotë që kjo nuk është e vërtetë, nuk ka si të jetë e vërtetë. Kjo sepse fëmijët dragua në fakt nuk njihen në asnjë vend tjetër të botës. Është një gojdonë shqiptare, por është e çuditshme se si është e famshme në gjithë Shqipërinë dhe raste mendohet të ketë pasur në gjithë Shqipërinë. Nëse ti kërkon në Google, nuk është se do gjesh informacione mbi këtë fenomen. Mbase shtetet e tjera i thonë me emër tjetër. Në komente kishte plot njerëz që thonin që raste të tilla të fëmijëve dragua kanë pasur edhe në familjen e tyre. Po çfarë janë fëmijët dragua? Mami e mbronte dhe ruante nga shumica e njerëzve dhe nga familjarët tanë. Po ishte një frikë që Ishte një frikë se ai ikte natën kur binte shi, zakonisht kur binte shi dilte, ikte natën dhe vinte natën. Lidhej dhe zgjidhej vetë. Ypte në pemë dhe zbriste me sekonda, ti nuk e kuptoje. Momentin se si ai rishfaqej dhe rishdukej. Fëmija dragua, kam dëgjuar një shkencëtar që thonë ka vite që janë zhdukur dhe që nuk kanë rilindur përsëri, por pritet që në shekujt e ardhshëm që do të vinë, do të ketë përsëri nga këta fëmijë me flatra. I kanë 9 sqetull. Sipas Danielës, vëllai i saj lindur përpara saj dhe që fatkeqësisht ka ndruar dhe jetë para se ajo të lindte, shokoi njerëzit nga mënyra se si ajo tregon, me sa bindje e thot një histori të tillë, pavarësisht se ajo nuk e ka parë me sytë e vet, por është diçka që është treguar nga familjarët e saj. Sigurisht që nuk do të jetë e lehtë përballosh shëndimjen e humbjes së një personi të dashur. Sigurisht që ka pasur njerëz që kanë shpikur lloj historisht sepse nuk e pranonin dot humbjen e një personi të dashur. E megjithatë është e çuditshme se si gjithë njerëzit që pretendojnë se kanë pasur një eksperiencë të tillë, të gjithë i përshkruajnë në të njëjtën mënyrë. Fëmijë që lindin me flatra poshtë krahëve, flatra të cilat nuk duhet të shikohen nga askush tjetër përveç nënës së fëmijës, sepse nëse ata shikohen, ata vdesin. Fëmijë që kanë aftësi paranormale, aftësi të lëvizin me shpejtësi maramëndse dhe që ikin nga shtëpia natën dhe kthehen po prap natën, sidomos gjatë stuhive. Dhe para disa vitesh, dikush tjetër foli për këtë fenomen. Dhe ai ishte Nadir Mura në emisionin e tij Enigma. Dha zoti fëmijën e parë djalë, mama ime nuk e jepte djalin gruas. Se ajo kishe parë në fillim. Djali ishte dërru. E në nana runë të djalin.
Shumë herë që gjithët minë lidhë ndjepët, natën, zgjidhësh, bashkë, uj. Djali. Se ikte. Kishe ca plepo të gjatë, hypte nëllë. E khashtë e baba, zbrita dhimi. Ka rruzën të mëllë sytë, që të zbresën. Sa ka të baba rruzën mëllë të sytë, e gjinë shëntohë. Ishin 6-7 kalemoj të e la. Kuaj mund të la. E panë kalemoj të e la, të e panë. O, që pasë gjimi, të dhe në. Iku. E ka më vërrosën. Si që thash, skeptikët me njëherë vërshuan ta quanin një deklarat e bërë për vëmendje, sepse s'ka shanse që tjetë e vërtet. E megjithatë kishe shumë njerëz të tjerë po në komente që betoheshin që kishin pasur eksperienca të tilla. Një tjetër detaj që Daniela ndan me publikun është fakti që fëmia mbas vdekjes zjatej. Zjatej aq shumë sa që është dashur të ndroje arkivoli 3 herë, sepse nuk e zinte ai arkivoli që kishin marrë. Ajo tregon që sendet e tij ruanin akoma në shtëpi. Madje tregon që nëna e saj e kishte parë në ëndër. Kur ajo ishte shtatzën me Danielën, ai kishte dalë në ëndër dhe kishte thënë është vajzë dhe duhet ta quani Daniela. Personalisht nuk kam pasur, me sa di unë, nuk kam pasur raste të tilla në familje. Megjithatë, nëse mbani mend, para disa muajsh ju kam treguar një histori të një familjares time, së cilës i ndron jetë fëmia në rrethana shumë çuditshme. Dhe një element i përbashkët është stuhia. Por një natë ajo kishte gjëra për të bërë, kështu që e lë fëmijën vetëm duke fjetur në krevat gjatë kohës që është furtun dhe shkon bën punët e tjera. Dhe kur kthehet tek fëmia, shikon që fëmia është qull, është i lagur kokë e këmbë, nuk është se ka urinuar fëmia vet, po është i gjithë i lagur sikur kishte qenë jashtë në shi. Dhe fëmia nuk merr frym. Fëmia është tashmë pa jetë. Dhe të gjithë njerëzit thanë kur ndodhi kjo gjë që fëmia ishte marrë pikërisht nga angjët për këtë arsye që u thash më përpara. Ikte natën kur binte shi, zakonisht kur binte shi dilte, ikte natë dhe vinte natë. Ndërkohë që po përgatise historinë kësaj radhe, po fliste me mamin tim dhe mami e di këtë historinë e kësaj të afërmes time më mirë se unë. Dhe po më thonte që në fakt kur kanë larë trupin e fëmijës mbas se kishte ndruar jetë që do ta varrosnin, kishte 2 kunga të çuditshme mbrapa shpine. A ishte ky rasti një fëmije dragua, nuk e di. E megjithatë ky fëmijë ndroi jetë edhe pse askush nuk e pa flatrat, kështu që nuk di ta them nëse kemi të bëjmë me të njëjtin rast apo jo. Por më duk interesant kjo fakti këtyre 2 kungave mbrapa në shpinë. Çfarë kuptimi ka? Ma thoni ju në komente nëse besoni apo jo që fëmijët draguat janë vërtet. Një tjetër histori që më intrigoi shumë ishte historia që këngëtarja shqiptare Çilieta kishte treguar në një intervistë për podcastin e Mira Kazhanit në YouTube. Për gjithë ata që nuk e di, jetojnë poshtë kurit dhe nuk e njohin Çilietën, Çilieta ka qenë miti i brezit tim, se thuash. Që një nga këngëtarët më të famshme të periudhës të fillim viteve 2000, unë e mbaj mend që e shikoja në televizor dhe publiku në fakt ka njohur në një lloj drite tjetër, në një lloj aspekti tjetër. Një lloj aspekti që Çilieta nuk do më të përfaqësohet. Madje disa këngë të Çilietës kanë qenë të ndaluara në shtëpinë time. Për shkak të muzikës dhe imazhit të saj si këngëtare, në atë periudhë ku akoma në Shqipëri ishte tabu, të gjithë e kanë menduar si një person shumë sipërfaqësor, si një person që gjëja e fundit që mund të kishte interes ishte feja. Por me sa duket, në një pikë tjetër, saj Çilieta bën një ndryshim 360 gradë në jetën e saj dhe fillon të përkushtohet fesë. Një kthim që jo të gjithë njerëzit e mirëpritën, sepse një pjesë e njerëzve akuzuan, i thanë që ç'net ti fetare, kur merresh me atë lloj muzike. Dhe njerëzit shpeshherë harrojnë që të gjitha këto janë vogëlsira në krahasim me thelbin fetar, që është thjesht njëri i mirë, thjesht të kesh zemrën e pastër, të kesh qëllime të mira. Qëllimi është çdo gjë në fe. Rrugtimin e saj, por edhe disa histori personale nga jeta e saj, ajo nda me publiku në këtë intervistë e saj.
Një nga rastitë më të çuditshme është ndoshta fakti që partneri i saj aktual, Alban Hoxha, pati një humbje familjare para disa vitesh. Gruaja e tij humbi jetën duke sjellë në jetë djalin e tyre. Gjatë intervistës ajo tregon se si pavarësisht se nuk e njihte gruan në fjalë, ishte ndjerë shumë e prekur kur kishte dëgjuar për historinë e ndarjes së saj nga jeta. Ishte prekur vërtet shumë edhe pse nuk e njihte dhe çuditërisht mbas një vit e gjysmë ajo njeh Albanin dhe përfundojnë duke bashkuar familjet e tyre dhe duke ndërtuar tashmë një familje tjetër. Mënyra se si ajo fliste me kaq ëmbëlsi dhe me kaq respekt për ish gruan e burrit të saj tashmë, vërtet i bëri shumë përshtypje shqiptarëve. Dhe ndoshta është fal kësaj ndjeshmërisë së Xhilietës si njeri që asaj ndodh dhe një fenomen tjetër, sa i frikshëm por edhe i bukur mendoj unë. Xhilieta humbi babain para disa vitesh. Dhe duke qenë se është besimtare, i di një dy gjëra të vogla që ne që besojmë Zot mendojmë se i ndodh njeriut kur ndron. Ky fenomen quhet pyetjet e varrit. Në momentin që njeriu do varroset, sipas fesë islame, dy ëngjëj do i afrohen te koka dhe do i bëjnë disa pyetje. Kush është krijuesi jot? Kush është feja jote? Kush është profeti jot? Dhe ky detaj që ndoshta Xhilieta nuk e kishte shpjeguar më përpara babait të saj, e bën që t'i ngelet një lloj pengu. Pavarësisht se babai i saj kishte ndruar jetë, ajo i afrohet atij dhe i vazhdon t'i thotë të njëjtat gjëra. Babi duhet kesh kujdes, duhet përgjigjesh kështu, duhet përgjigjesh kështu. Dhe ndoshta kjo ishte mënyra e saj për të përballur me humbjen e saj dhe absolutisht për disa mund duket absurde që pse është fiksuar me këtë pjesën, por të gjithë ne e ballojmë dhimbjen në mënyrë të ndryshme. Dhe tregon që Ingridi, shoqja e saj, një tjetër artiste shqiptare, dhe tregon që janë shoqe prej shumë vite, kishte shkuar atë ditë sigurisht për t'i qëndruar pranë. Dhe të nesërmen e kishte marrë telefon duke i treguar që kishte parë një ëndër. Babai i Xhilietës, i ndjeri, i kishte dalë në ëndër. Edhe pse në ëndër në fakt Ingridi ishte e ndërgjegjshme që zotëria kishte ndruar jetë dhe ja thotë të gjë. Dhe ai i thotë, jo, nuk kam vdekur akoma, është nesër dita e madhe. Dita e madhe përkonte me varrimin e tij, që do ishte vërtet të nesërmen. Po i thotë si është Xhilieta, thotë se ka merak. Ingridi i tregon këtë ëndër Xhilietës dhe ajo kupton që të gjitha këto që ai kishte thënë babait, edhe pse tashmë kishte ndruar jetë, babai i saj me siguri kishte dëgjuar. Mendohet që varrimi është pikërisht pika ku mbyllet kontakti i shpirtrave me botën tonë. Prandaj nuk do ishte çuditshme nëse shpirti i babait të saj e ka dëgjuar Xhilietën duke folur. Dhe vetëm këtu ajo qetësohet sepse kupton që teknikisht babai i saj kishte dëgjuar kërkesat e saj dhe këshillat e saj. Shumë e trisht si histori. Nuk e di, ka disa histori paranormale që mua nuk është se më trembin, thjesht më trishtojnë, dhe kjo ishte një nga ato histori. Një tjetër histori që në fakt mua më dërgua me email nga një prej jush, vendosa ta ndaj me ju. Si që thash, zakonisht kur gjoj për histori paranormale, zakonisht është diçka që ndodh një personi ose një familje. Në fakt prandaj njerëzit nuk besojnë sepse thonë, si ka mundësi që është vetëm ti. Rasti në fjalë, sipas personit që më dërgoi emailin, me qëra fjalën, nëse doni të dërgoni historitë e juaja dhe t'i tregoj këtu në kanalin tim, mund ta dërgoni te ky emaili. Shkruajini të gjithë emailin vetë, mos klikoni te linku se zakonisht bën gabime. Kjo historia dhe këto fenomene paranormale në fakt nuk kanë ndodhur tek një person ose tek një shtëpi, kanë ndodhur në një fshat të tërë. Një fshat në Maqedoninë e Veriut që personi në fjalë nuk donte të përmendte emrin, është për arsye privatësie ndoshta, ose ndoshta sepse nuk do të mërzisi ca të tjerë, por sipas personit në fjalë, ky fshat është i përndjekur. Dhe kjo përndjekje ka zgjatur jo 2 vite, 15 vite. Për 15 vite, personi tregon që kanë pasur lloj fenomenesh të çuditshme në fshat. Megjithatë ai tregon më shumë te ato çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tij. Tregon që kishin filluar të dëgjonin zëra. Zëra që i thërrisin në emër dhe kur këta dilnin dhe përgjigjeshin nuk ishte asnjëri. Dëgjonin zhurma tek dritaret, sikur dikush i gjuante diçka, i hitte diçka te dritaret, dilnin dhe nuk ishte njëri. Madje një natë, personi që më ka dërguar emailin më tregonte që kishte dëgjuar zhurma sikur dikush ecste nëpër shtëpi dhe e gjithë familja e tij kishte filluar pastaj të dëgjonte këto zhurma.
I kishe dëgjuar ai I pari, por më pas kishin filluar të gjithë familjarët e tij të dëgjonin zhurma të tilla dhe të shikonin hije në shtëpi. Madje vllai I tij kishte parë një hije në pasqyrë dhe kjo hije kishte veshur rrobat e tij. Rrobat që ai kishte lënë mbi krevat, I kishte deshur kjo hija. Ky kishte filluar menjëherë të bënte disa lutje dhe ishte zhdukur. Dhe më pas kishte kthyer syt dhe kishte parë që rrobat e tij ishin mbi krevat, po aty ku e kishte lënë. Përveç kësaj ishin detyruar që të ndronin atë dritën, kishin një dritë mesesor, keni parasysh këto dritat që aktivizohen vetëm kur ti afrohesh një vendi të shtëpisë ku janë të instaluara. Drita ndizeshin kot fare, pa kaluar njëri aty. Por nuk ishte vetëm ky djalë që kishte pasur këtë lloj eksperiencash, ishte edhe tek xhaxhai I tij. Kishin filluar të dëgjonin zhurma, kërcitje, enësh, drita, lampa dritash që shpërthenin kot së koti. Për të mos folur pastaj për ëndra dhe paraliza gjumi, djali tregon që shikonte ëndër sikur kafshë të egra e përndishnin. Mati kishte parë njëherë një ëndër sikur dikush I kishte gjuajtur me shiqet në kokë. Ishte zgjuar nga dhimbja, pra kishte ndier dhimbjen dhe kishte pasur dhimbje koke për ditë me radhë. Por ndoshta pjesa më e frikshme kishte qenë kur një mbrëmje, rreth orës 8, kishte filluar të dëgjonin zhurma të çuditshme nga tavani. Zhurma të forta nga tavani. Dhe gjitha kjo kishte përfunduar kur kishin marrë një imam në shtëpi që të këndonte disa lutje. Dhe pas kësaj, tashmë ka 5 vjet që nuk kanë më fenomene të tilla në shtëpinë e tij. Por tregonte që këto fenomene në fakt kanë qenë në gjithë fshatin, pra nuk është vetëm ai që ka parë këto gjëra. Unë jam e lumtur që të paktën historia e tij pati një fund lumtur, të paktën nuk kam pasur më probleme të tilla. Këto ishin të gjitha historitë që kisha përgatitur për ju sot. Më lini një like, një koment mbi mendimin tuaj dhe ne do të ritakohemi të premtet e ardhshme me një tjetër histori. Dhe ju lutem kujdesuni për veten dhe mbrohuni dhe mos u ngatroni me lloj gjërash. Ciao.